Përshëndetje shikues të ekranit të televizionit të UTA, takohemi së bashku në emisionin e Ramazanit në netët e fundit. Ne në këtë emision kemi përfshirë temat të ndryshme sa i përket kësaj feje të bukur që e kemi. Ne sot në studio kemi imamin Hoxhën e Xhamisë Sukubinës, ai është imam Medjen Shaptafa, i cili do të na flasë për vlerat në fenë islame, vlerat dhe sfidat rreth këtyre vlerave. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat jemi së bashku. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi. Çka nënkuptojmë me vlera shoqërore në aspektin fetar? Në përgjithësi, normalisht është një temë shumë e gjanë dhe është vështirë me definiuar, por unë do t'i përmbaj një farë definicionit i cili na nevojitet neve këtu për emision. Domethënë, vlerë ose vlerë fetare është normë, rregull, një diçka të cilën një ide në përgjithësi e ka promovu, në këtë rast feja ose besimi, dhe ata përbën një, le të themi ashtu, një grumull vlerave, grumull normave, ose një kod, le të themi ashtu, një kod etik të cilën në këtë rast feja e promovon. Domethënë, ajo se çka ka promovu feja mas shumtit, ajo çka ka promovu feja islame, ajo se çka ka promovu besimi, domethënë çka ka paraqitur si vlerë, edhe çka i ka dhënë rëndësi, edhe çka i ka dhënë peshë. Dhe kjo është domethënë për me definu me ditë, domethënë se çka Islami promovon si ide, si rregull shoqëror, si normë e përgjithshme në bazë të cilit njeriu udhëheq jetën e vet, dhe se çka promovojnë idetë ose ideologji të tjera ose besime të tjera në këtë rast. Mirë po, në përgjithësi kur flasim për vlera, fetë në përgjithësi promovojnë të njëjtën gjë. Domethënë, secila fe promovon besimin, promovon moralin, promovon respektin ndaj tjerëve, ndaj autoriteteve. Janë disa rregulla fetare ndoshta. Le themi ashtu tradicionale, kështu që sa i përket feve nuk ka dallim fet, ka zakonisht dallim të ka ana juridike, siç themi në sheriati ose e drejta kanonike. Për pjesën e moralit ka dallim edhe të perceptimi i monoteizmit sa i përket islamit edhe fesë edhe krishterimit, sepse me hebraizmin nuk ka ndonjë dallim, domethënë hebraizmi është fe e pastër monoteiste dhe islami edhe krishterimi konsiderohet fe monoteiste, por e cila përmban formulën e trinitetit, domethënë aty ka dallim, por sa i përket vlerave morale ata domethënë gjenden në secilën fe dhe në secilën besim, domethënë vlerat në kuptimin mos vjedh, mos bën amoralitet, mos merr drejtën e tjetrit, gjitha janë vlera të cilët i ka promovu secila feja dhe secili besim. Dhe me shiku, domethënë, mas parit vlera më e madhe në islam, domethënë, ajo që Islami ka kushtuar mas shumë të rëndësi, është besimi në një Zot. Mas parit është besimi në një Zot, dhe kur lexojmë Kur'anin e shohim se në shumë raste përsëritet për gjithë ata të cilët i quajnë pejgamberët e Zotit ose profetët ose lajmëtarët ose të dërguarit e Zotit, porositet e njëjtë gjë. Ma lakum min ilahin ghayru. O ju popull, ju nuk keni një Zot tjetër përveç një Zotit. Domethënë, secili pejgamber ka thirrë mas parit herë në besimin në një Zot, edhe ajo është vlera më e madhe. Secili pejgamber, secili profet i Zotit ka thirrë në besimin në një Zot. Ajo është vlera më e madhe. Masandaj vijnë vlerat morale. Kur flasim për vlerat tjera, mundet me pas dallim, mundet me pas, le të themi, dallim në prioritete, mundet me pas në detaje, me u dallu mirë, po në përgjithësi e konsiderohet se vlerat etike dhe morale janë të përfshime tek të gjitha fetat dhe të gjitha besimet. Për shembull, vetëm për me marrë si shembull, thot Zoti në Kur'an, thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti ju ka dhënë urdhër të prerë, që të mos adhurohet askush tjetër përveç një Zotit dhe të sillni mirë me prindrit tuaj. Domethënë, kjo është vlerë. Këtë vlerë ka promovu. Domethënë, këtë respektin ndaj prindërve Islami ka promovu. Pse them tash mund me pas në dallim në disa prioritete, nuk po them prioritete
ose detaje, sepse zakonisht kur përmendet dhe kur flitet për respektin ndaj prindërve në Islam, përmendet ky ajet kuranor sepse thom shpesh, Zoti menjëherë mas asaj që është besimi në një Zot ka përmendur respektin ndaj prindërve. Domethënë, aq pesh të madhe, aq rëndësi të madhe dhe aq gradë të madhe ka respekti ndaj prindërve. Domethënë, ajo është vlerë. Ajo është vlerë. Tash kur thon për shembull për vlerën në përgjithësi, Kurani ka fjala e parë cila i ka ardhur Muhamedit alayhis salam është fjala ikra ose lezo. Ikra, lezo. Por çfarë leximit? Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezo me emrin e Zotit tënd i cili krijon. Tash, çfarë do të thonë që Allahu xhaleshani Zoti ja ka dhënë njerëzit kreativitetin. Ja ka dhënë njerëzit mundësinë, do të thonë përmes leximit, përmes dijes, përmes kërkimit, përmes hulumtimit, përmes me zhvillu shkencë, me bë shkencë, me bë teknologji. Mirë po, thot lezo me emrin e Zotit tënd. Po. Për hir. Po. Tash problemi është kështu kur përmendet për shembull ta armët atomike. Në përgjithësi vendet islam nuk kanë zhvilluar armë atomike. Në përgjithësi nuk kanë zhvilluar, ka përjashtime, por në përgjithësi nuk kanë zhvilluar. Pse? Sepse në përgjithësi civilizimi islam dhe kultura islame nuk ka pas impulsin shkatërruese. Edhe pse paraqitet edhe mundohet me paraqitet edhe ka tendencë me paraqitur, por nuk mund një musliman me kushtuetin e vet krijimit të një bombë atomike e cila shkatërron në masë. Se nuk është vlerë islame dhe nuk e ka promovu islami atë. Nuk e ka promovu islami atë. Edhe ky është një dallim i madh edhe dallim i qartë. Mirë po, normalisht që varet se si prezantohet, se nganjëherë islami është një thesar i bukur, por nuk prezantohet ashtu si duhet. Nuk prezantohet ose ka njëherë ose ndoshta edhe shpesh, jo vetëm ka njëherë, por ndoshta nuk prezantohet si duhet. Por vlerë është lezo me emrin e Zotit tënd. Domethënë, krijo shkencë, literaturë, teknologji. Mirë po, tash i thot dikush, po mirë po pse vendet muslimane janë mrapa në fundit. Pse vendet muslimane janë mrapa? Një gjë është e vërtetë, është sigurt është e pranuar botërisht se filozofinë greke e kanë rujt edhe kanë përcjell në Evropë muslimanët. Sepse prej fillimit diku rreth 200 vjet pas pejgamberit alayhis salam, në shekullit 2-3, ka qenë një lëvizje e madhe të cilën e ka përkrah administrata dhe shteti atëhershëm i Abasidëve që me përkthy filozofinë greke. Dhe filozofia greke kishte humbur mos kishte kënë përkthimet në gjuhën arabe, përkthimet islame. Mirë po, faktikisht edhe ai është përcjell në Evropë. Mirë po, Evropa e ka marrë atë modelin e shkencës të kërkimit. Po, mirë po na kena lënë vetëm mrapa. Na kena lënë vetëm mrapa. Sepse vetë Zoti thotë në Kur'an të lezo. Lezo, studio, medito. Domethënë gjitha ata kuptime i përmban. Edhe kjo është vlerë. Domethënë kjo është vlerë. Tash për këtë kontekstin ton lokal. Domethënë ç'është vlerë? Është vlerë shkollimi. Është vlerë shkollimi. Mirë po, a jena të shna të e promovu shkollën si vlerë? Apo sa ka vlerë dhe sot? Po, a jena të e promovu shkollën dhe shkollimin si vlerë? Apo a ka degradu, a ka devalvuar si vlerë? Pse, në një anë për shembull, në një anë pa dash me kritiku kështu për konsumin përditshëm. Mirë po, niveli arsimit gjithkohë atë paraqitet si është në ramje. Niveli arsimit zakonisht paraqitet si është në ramje. Edhe interesimi është në ramje. Po, në ç'është interesimi? Në punë, në biznes. Është interesim më i madh se sa interesim në shkollim. Deri kur shkoj në shkollë atje do të më kryj fakultetin për më punu për një rrogë, nuk është, domethënë, nuk promovohet. Çfarë ka bërë që të arrihet deri te kjo pikë? Ndoshta në devalvimin e këtyre ruajtjes së këtyre vlerave. Është vështirë me ekzaminu, nuk mund të thonë se kam kompetencë me analizu një gjatë të tillë. Ishte interesant flas në aspektin çfarë ishim duke folur për shkollimin. Ishte interesant
thot një dietar, shpesh e pranishme nëpër internet, thot kur do të më shkatërrojë një shoqëri, thot shkatërrojë thot familjen, shkatërrojë shkollën, shkatërrojë autoritetet tradicionale, thot edhe e ke Mos shkatërruar. ndoshta kjo vlera tradicionale kanë bërë që Por bota në përgjithësi është të transformuar shpejt. Është të transformuar shpejt edhe trendet ndrojnë, mirë po jo vetëm që ndrojnë, por shpesh ka njëherë në çuditën se jo vetëm që ndrojnë, por ekziston një shtymje shumë e madhe që me pranu një sistem të vlerave tjetër jashtë atij tradicional në cilin jena mësuar dhe jena arrit, po edhe i cili është i arsyetuar që ka sukses, e me pranu një sistem të vlerave ku vlerë nuk është baba e nana, por është prindi një, është prindi dy, vlerë nuk është morali, por është lakërësia, vlerë nuk është shkollimi, edukimi, por vlerë është parja, pa marrë parasysh se si e fiton, pa marrë parasysh në çfarë mënyrë të fiton, pa marrë parasysh le të themi ashtu halalin e haramin apo ndonjë gjë. Domethënë, ja është kur domethënë vlerat përmbysen edhe ata të cilët nuk janë vlera paraqiten edhe promovohen si vlera. Edhe normalisht edhe njerëz mos ndajnë votohen, ço ton kohën, unë të punu drejt, të mundu, të keni drejt të punu, edhe s'mëri të kërku që që bani tjetër, faktikisht nuk ishte ai arsyetim. Mos është edhe kjo sprov për gjithë ato besimtarë ndoshta. Çdo gjë njeriu mundet me shiku si sprov edhe si le të themi ashtu për shpërblim ose deri në çelëll në jetë. Për shembull, nëse unë sot arri një sukses për shembull, dhe kam kryer një magjistraturë, le të themi. Nuk e kam kryer, por nëse e kryej. Tash, unë atë e kam të njëjtën kohë, edhe shpërblim edhe sprovë. Shpërblim për mundin edhe për punën që e kam bë, cilën mundum me shfrytzu për mirë, por e kam edhe si sprovë nëse atë e shfrytëzoj për keq. Edhe në secilin aspekt jetësor njeriu mundet me shiku, domethënë prej tij kënd vështrimit. Kështu që çdo gjë që ndodh thot Zoti në Kur'an thot çka i vjen thot e mirë i vjen prej Zotit tuaj, thot ndërsa çka i vjen e ligë i vjen prej punëve tuaja. Prej punëve tuaja. Normalisht që sprovat ekzistojnë në çdo lamit jetë. A thot Zoti në Kur'an thot do t'ju sprovojmë këtë وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, me frikë, me uri, me paksim të jetës së të fryteve, të pasunisë, të bereqetit të kështu me radhë, domethënë ata janë sprova të jetës. Janë sprova të jetës gjithë, janë sprova të jetës. Mirë po njeriu mvaret se çfarë relacione të raportit ose si e koncepton atë. Aja ka dallim të madh. Dallimi domethënë i cili e bën njeriu ose besimtarin e ruan besim ose edhe e nxjerr. Ka dallim raporti. Nëse kena kohë mundsi, mund më shpjegoj me një rast që është besoj shumë i bukur. Po. Rasti i Ademit alayhis salam edhe Iblisit. Domethënë kjo është faktikisht le të themi është fillimi i njerëzimit. Si e shpjegon Kurani këtë? Kur Zoti ka krijuar Ademin alayhis salam, edhe i thotë mos hatet prej kësaj pemë. Mirë po, shkon te Iblisi edhe i thotë, a din pse thotë mos më hati prej kësaj pemë? Sepse kjo është pemë për jetësisë. Është pemë për jetësisë, dhe për atë punë Zoti ka thonë, ti bë më hamur këtë pemë, ti bash i përjetshëm, edhe nuk vdekin. Edhe ky han. Mirë po, pak rëndësi ka, domethënë Zoti ka thonë, mos e bani këtë çfarë kjo ka bë. Mirë. Në anën tjetër, kur Zoti krijon Ademin alayhis salam, thotë وإذ قال ربك للملائكة إني اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس. Kur Zoti ka thënë thotë krijesave bani sejdë Ademit, domethënë sejdë e thotë komentimet të tefsirit të Kuranit është sejdë le të themi ashtu e pranimit që e kanë pranuar domethënë si krijesë Zotit. Nuk është sejdë falënderimit, nuk është sejdë adhurimit. Të kanë pas më bë sejdë Ademit për me adhuruar atë. Po, mirë po le të themi ashtu për ulje përshëndetëse ndaj krijimit të Zotit, se Zoti ka krijuar Ademin alayhis salam, edhe pse ata janë krijesa të ndryshme.
Mirë po, iblisi nuk i ban sejdë. Nuk e pranon, thot, pse thot me i bë thot sejdën atij, thot kurse jam më i mirë se ai. Po, domethënë edhe këtu paraqitet mburrja, krenaria, mendjemasia, e cila njeriu në çon shkatërrim. Mirë po, tash ku do më kthy? Thonë tash disa dietar. Çka ishte gjunah më i madh? Kur thot Zoti bane edhe se ban, a kur thot Zoti mas e ban edhe ti e ke bë? Sepse Ademi ti thot mas e ban, mas e ha pemen. Mas e ha këtë pemë, edhe kjo e ka bë. E ka hangër pemen. Ndërsa iblisi ti thot bane, se i thot bane sejdën, e kjo nuk e ban. Cili thot është gjunah më i madh? Gjunah më i madh është thot kur thot Zoti thot bane e ti nuk e ban. Sepse iblisi ti tha bane sejdën e se ka bë, edhe Zoti e ka mallku. Është një teori. Mirë po, mendimin tem shumë modest le të them ashtu, nuk më duket i qëndrueshëm. Tash po e kallëzoj pse. Sepse më varet raporti. Iblisi e sfidon Zotin edhe i thot, nëse më jep thot kohë, unë thot kam sjell të gjithë ata thot kundër teje dhe më madhuru mua. Ndërsa Ademi alayhis salam bën tobe edhe pendohet. Pra, nuk ish puna se Zoti i ka thonë bane mos e ban ose mos e ban e ka bë. Nuk ish këtu pesha e gabimit. Pesha e gabimit është se si është sjell ndaj asaj gjë. Si është sjell asaj gjë. Kështu si çdo gjë që kena në jetë, domethënë më varet raporti jon, edhe çdo sprovë që na vjen në jetë, më varet domethënë se si e konceptojmë në atë edhe se sillen ndaj asaj gjë. Një tjetër vlerë, ndoshta edhe pendimi. Si sillen normalisht, si sillen ndaj asaj gjë. A jena mirënjohës kur na vjen ndonjë e mirë, a pëndohna kur bëjmë ndonjë gabim edhe kërkojmë prap pastrim dhe afrim të Zotit, apo ngulim kamnat mendjemasin tonë, kryenërsinë tonë, mburrjen tonë, krenarin tonë, e cila masënajnë në çanë në atë e cila është shkatërrim. Kështu që domethënë më varet se është raporti i jon ndaj aty në sprovave. Sprova janë gjitha, unë mendoj se sprova është edhe siç thash, edhe diplomimi, edhe shkolla, edhe puna, edhe vendi i punës, edhe titulli, edhe tesha, krejt janë. Më varet si njeriu se si domethënë çfarë raporti ka. Është feja një ligj që ruan gjitha këto vlera? Feja kisha me thonë është samuraj i fundit. Nuk bën me kenë kështu pesimist në botë dhe me thonë se u shkatërru botë, se pejgamberi ka thonë masu u shkatërru botë, se ai që u shkatërru botë, ai është i shkatërru mund vetë. Po, mirë po e thash këtë në mënyrë simbolike samuraj i fundit, dhe me thonë ai institucioni i fundit i cili është të thirrë për më rujt këta vlera. Më rujt këta vlera sepse më duket se për institucioneve të tjera që siç thash për institucioneve shtetërore ka një herë për disa qendrave të ndryshme, faktikisht ata shtyjnë ata vlera të tjera, cilët për mua, për ne, për gjithë janë antivlera janë. Nuk është vlerë jeta individuale, por është vlerë familja. Nuk është vlerë prindë një, prindë dy, por është vlerë nana dhe baba. Cilët thot Kurani thot e ka majtë në barkën e vet 9 muaje me vështirësi pas vështirësie të kështu me radhë. Ata janë vlera, nuk janë vlera prindë një, prindë dy, e ka adoptu 2 mashkull, 2 femra, 1 fëmijë dhe me paraqitur si vlerë. Ai nuk është vlerë. Nuk është vlerë, është familja. Vlerë është familja dhe thash është samuraj i fundit, është domethënë, ndoshta fatkeqësisht, por ndoshta është feja është thirrsi i fundit i cili thret për më urujt edhe për më promovu këta vlera. Duhet të jenë disa parime përpara. E mira do të ishte si me pas, siç thonë ta, një farë bashkëpunimit, domethënë aty duhet besimi, domethënë institucionet fetare, familja edhe shkolla. Po vlerat në familje. Po, aty nëse është për shembull se veç një moment edhe nëse për shembull një fëmijë vjen në mësim besim në xhami. Mirë po familja nuk e përsjell atë. Po, ose shkolla nuk e përsjell atë sistem të vlerave të sjelljes së besimit. Prapse është shumë pak. Është shumë pak se sa mundet me mrrit ai në një moshë të fëmijërisë përmes mësim besimit. Mirë po, nëse edhe institucionet fetare, edhe familja, edhe shkolla domethënë e përsjellin një vlerë formimin e personalitetit dhe të individit, atëherë normalisht kishte pas sukses. Mirë po, ai është një gjë e tillë dhe ai është shku në drejtim tjetër, ai është mos ne të jem që
Po të shkojmë pak të vlerat tradicionale, krahasuar me ato moderne. Me qenë se edhe I përmend me pak, Po. na trego pak sa duhet ruajtur, çfarë impaktit kanë. Po, nëse flasim për vlerë tradicionale, siç është besimi, siç është familja, siç është respekti ndaj familjes, respekti ndaj të moshuarve, respekti ndaj mësuesve, profesorëve, respekti ndaj komshive, le të themi ashtu etika në punë, etika në shkollë, etika në sjellje, ata janë vlera të cilët feja islame I ka promovu. Mirë po, a promovohen sot? Sot ka një herën pa dash me tepru me bë ashtu pesimistin, se nuk është me islam me kanë pesimist edhe me promovu pesimismin për atë punë. Mirë po, ka një herë ati cili është hajnë ati I thomi suksesshëm. Po. Ati I cili është I korruptuar ati I thomi gjetun. Shkjo ndoshta shkon te moderniteti pak? Kesh përmysjet në vlerë, ta I ka sjell, nuk është se nuk kanë ekzistuar edhe për gjatë historisë, mirë po, ndoshta ka se jetojmë në këtë kohë, por më duket se është ma shumë ndoshta ka marrë hov ma tepër. Domethënë, në kësaj I thonë përmysje e vlerave. Në vend që njeriu duhet me ditë ai bën pasionin pa asnjë kriter ndoshta. Pa qysh sa është halal, është haram, e ka marrë dikuja. Thot pejgamberi alayhis salam në një ajet kuranor, në një hadith, ajet kuranor janë ajet të Allahut subhanahu. Thot pejgamberi alayhis salam, thot kur shkojnë dy persona, edhe ata zehen për një tokë. Beshte jemi se jemi, thot pejgamberi alayhis salam kështu. Ndodh thot që dikush të ishte ma eloquent se tjetri, ma I shprehur se tjetri, din mi radhit mohabetin ma bukur edhe argumentet ma bukur. Por ta din thot, nëse dikujt I kam dhënë thot hisin e tjetrit, I kam dhënë dorë në gacet e xhehenemit. Ç'do të më thonë kjo? Po pejgamberi alayhis salam ai mund me ditë në atë rast se kush është I drejtë për tyne, mund me ditë me shprerim me shpallje për Allahu xhaleshanuhu. Por ka qenë me la një parim, një vlerë, që me gjiku drejt, nga njëna anë gjykasi, edhe nga njëna anë pala mas me kërkua të shka nuk ishte tia. Pse? Sepse pejgamberi se më nesër shkon, pejgamberi ka shku për kësaj dënja. Ne nuk e kena pejgamberin më shku ja Rasulullah, në gjykatit për këtë çështje se të edhin se shka ishte drejta. Domethënë, ai për atë punë ishte pejgamber për mbar njerëzimin, sepse ai ka mund të më thonë aty në dyve, Abdullah është në drejt. Edhe ka kryer punën. Po s'na ka kryer punën neve. Ai ka dashur me na kryer punën neve, me na lënë shembullin edhe modelin. Edhe ka thënë, nëse dikujt ndodhet që dikush është më eloquent, më I shprehur, I radhët argumentet. Tash, çfarë do të thonë kjo kur flasim të vlerët e të pavlerët? Na shkom e korruptum, për shembull, le të themi gjykatën ose dikën tjetër, edhe e qesim me letra tokën në emën ton. Po. Mirë po, pse thot pejgamberi sa? Ndodhet që dikush të radhit argumentet më bukur, po nëse I kam dhënë të hisin e tjetrit, I kam dhënë gacet e xhenemit në dorë. Edhe ana tjetër. Domethënë, ndodhet që dikush, domethënë, e ka kërku hisin e tjetrit, po nëse ka kërku ta dini se çka ka marrë në dorë. Nëse I ka radhit argumentet bukur, por pa drejt, ata dinë se çka ka marrë në dorë. Domethënë, po, mirë po, a është ka vlerë? A është kesa të vlerë apo e shohim se, domethënë, s'ka rëndësi se si ka ardhur njeriu deri te pasunia, se ku I ka hyrë hak, ku I ka marrë pa drejt, si ka rregulluar me letra me xhana, vetë ka mrrit edhe ky është njeriu I suksesshëm edhe kështu duhet me punu. Lënë të hiqet aty në drejtësi e pa drejtësi, që si ka bën njeriu, ka bën tonë jetën për bukuri. Apo nuk është për bukuri. Nuk është për bukuri ka aspekte fetare, vetëm që njeriu nuk mendon më agjat në atë aspekt që duhet me dhënë llogari edhe për atë hakun atij tjetër, I cili I ka hyrë në hak edhe ka marrë pasunin pa drejt. Pa drejt. Mirë po, në aspektin afatshkurt kësaj dynjaje që njerëzit kur nuk mendojnë për më gjatë, çfarë për bukuri është, I ka bë tonë, si I ka bë punën e tij, si I ka bë, ky promovohet si shembull. Domethënë, edhe quhet gjetuni, nuk quhet domethënë me emrin e vërtet si e ka njerëz kur përmbysen vlerat. Po, si ndryshojnë vlerat shoqërore me kalimin e kohës? Pyetja e vështirë është.
Pyetja e vështirë, nuk e di, ndoshta shka njerëzimi të ndru. Ndoshta edhe kjo ndryshimi si shtame. Do ndryshu. Po ndryshon edhe njeriu, edhe gjenetika e tij, edhe mentaliteti i tij. Tash për shembull, ç'është në modë tash? Tash është në modë individualizmi edhe çdo gjë personalizuar. Po, domethënë, me personalizu fitness programin me personalizu teshën. Mu vesh ti me teshën vesh mas mu dallu për tjerëve. Mas mu shkrin masën, da trendet që promovohen pa do një farë peshët, pa do një farë anësijet. Pse vjen të është njëru, të është por a mundet me mbjetu familje në këtë trend? A mundet me mbjetu familje kur njeriu qyrë vesh interesin e vetë, qyrë rahatin e vetë, qyrë knasin e vetë, qyrë komoditetin e vetë. Edhe nuk marrë përgjësi. Nuk marrë përgjësi, sepse familja ishtë përgjësi. Familja është përgjësi. Mirë po njeriu thëtë, ti e vetë, ti e ti. Ti nëse banë këtë ti si e ti. Unë qeshëm ka njëherë kur e në gjej. Si e në gjej për i të rive që thamë, a janë të vetëdishën për kretë atë se që të më thonë kjo punë në përgjithësi njët. Duhet t'jesh vetvetja. Po, duhet t'jesh vetvetja. Unë nëse bajnë këtë, unë si jam unë da frizura, da modë, da tesha, da zhjane, se si nërojnë. Për promovohen edhe këta, promovohen për media, promovohen për reviste, promovohen tashmë që janë internet, rrjetet sociale, promovohen ta trende, ose le të themi ashtu promovohet filozofia e jetës e cila ndryshon me kohën. Pse ndryshon me kohën? Tash pra sa mundena parafërsisht me fol. Ose le të themi ashtu pa flasim jashtë islamit pak në Evropë, pak mund me thonë pika shkurte, nuk është se kam një thellë për secilën periudhë detajisht. Mirë po, deri te humanizmi e renesansa. Në përgjithësi, ka pas se kisha bajaki kontroll rreth aty në trendeve shoqërore, edhe i ka diktu trendet shoqërore. Kja ishte edhe kja nuk ishte, kja bëhet edhe kja nuk bëhet. Po, edhe islamin në teritorin e vetë në përgjithësi. Mirë po, pa flasë për vjen humanizmi dhe vjen renesansa. Do më thonë, vinë disa ide revolucionare që nuk pranojnë më autoritetin e kirës. Mirë po, çka pranojnë edhe realisht, edhe rrjedhimisht, nuk pranojnë autoritetin e Zotit. Pse? Sepse nuk dojnë që kisha, duke u thirrën Zotin me caktu gjitha vlerat shoqërore, personale, gjitha detajet e jetesë se si më vesh. Si themi tash për sistemin për shembull Taliban, që është sistem totalitar, se duhet me ta kallëzu edhe frizurën si mu qeth, mashkujt si mi lanë mjekën, si mi lanë mëstak, si mi vesh teshat, domethënë edhe qepjen e teshave tonë, domethënë sistem totalitar. Edhe ku në kësaj jam çu dikur edhe në Evropë. Mirë po, atë kanë shku gradualisht të zhvillu filozofinë. Mirë po zhvillohet një filozofi e cila i thonë autonomia morale. Që të më thonë autonomia morale? Autonomia morale dhe më thonë vlerat morale unë, dhe më thonë njeriu, i caktaj vetë. Dhe më thonë, pa Zotin, pa kishën, pa fenë, absolutisht nuk kam qef mu kesh kuptu diçka në lidhje me kishën, por e marrë si shemull se si ka ndodhë. Se jena geografikisht ma afër edhe e kam ma lehtë me shpjegu. Pa Zotin, pa fenë, pa askur gjë. Pse? Se nuk është ma Zoti, si i thonë teocentrizëm, nuk është Zoti qenër e gjithçkaje, por është njeriu qenër e gjithçkaje, edhe është njeriu Zoti vetvetes edhe i universit dhe i gjithësisë, edhe udhëheq edhe zotnon dhe sunnon gjithçka. Njeriu. Edhe atëherë ai cakton vetë vlerat morale. Çfarë janë vlerat morale? Vlerat morale janë tash vlerat morale them ta bashkohorët. Po, për dallim për aty nutricionaleve. Unë kam drejt me bë me trupin tim edhe me vetin tim çka duan, vetëm mos me të cenu drejtat tuaja. Po. Tash, çfarë do të thonë? Unë del njeriu në rrugë pa tesha, edhe ishte të drejta ti. Ka njëherë ruhet atë dika si e ka cenu atë rendin publik, mirë po, do me thonë, ka drejt më vesh si dojnë, ka drejt me hangër çka dojnë, ka drejt me pi çka dojnë, ka drejt me shku ku dojnë, ka drejt me bë çka dojnë,
edhe ishte filozofia e autonomisë morale ku njeriu i cakton vlerat morale. Po. Mirë po, aq sa më shumë largohet njeriu, aq më shumë shkon të çordit ta vlera. Sepse prej një farë filozofie që njeriu tash është zot i gjithçkaja dhe vendos vetë edhe për besim, edhe për jetë, edhe për shkencë, për zhvillim, edhe për morale, për gjitha, nuk cakton më Zoti vlerat morale. Kjo është halal dhe kjo është haram. Është për shembull haram lidhja jashtëmartësore, edhe është halal martesa. Tash nuk cakton më Zoti, nuk është më autoritet, është përjashtuesi autoritet i cili prodhon ligje edhe rregulla. Edhe i cakton njeriu vetë. Zakonisht është punë e filozofisë. Tash njeriu thotë, unë kam drejtë, nëse nuk cenoj të drejtën tënde, unë kam drejtë me bashkëdu. Ai tjetri kam drejtë me bashkëdojnë, ai tjetri kam drejtë me versi dojnë, ai tjetri kam drejtë me shku ku dojnë, ai tjetri thotë, unë kam drejtë me këtë person me dalë me shku me çka duan, se nuk kam cenu drejtën tënde. Po. Mirë po, ai shën mëse gradualisht të shtu. Tash kena ardhur deri te prind 1, prind 2. Se çka ka më ardhur më vonë, inshallah Zoti na ruan. Po cili do të ishte në përmbyllje të këtij emisioni një mesazh për këtë kohën moderne që folëm së fundi? Për të rinj. Ta përcjellim një mesazh. Njeriu sa më tepër që largohet prej vlerave të vërteta të fesë, dhe feja shpjegohet ndoshta në forma të ndryshme, por sa më tepër që largohet njeriu fesë, aq më rrezikuar është edhe në këtë botë edhe për jetën e tij, mos flasim për ahiretin, por ka një aspekt social, shoqëror. Domethënë, njeriu edhe në këtë botë nuk ka kënaqësinë dhe rahatinë jashtë asaj se çka janë vlerat morale, njerëzore, fetare, të cilat Zoti i ka caktuar. Nuk mund me gjetë kënaqësi. Kënaqësi njeriu e gjen në familje, në moral, në përparim, në dije, në shkencë. Nuk është kënaqësia nëpër ata vende të tjera ku mendojnë. Ata duken si kënaqësi momentale, mirë po ata njerëzit as nuk i bin kënaqësi e qetësisë shpirtërore e bereqet në këtë jetë, mos flasim për ahiret. Imam, faleminderit shumë për këtë bisedë që kishim. Faleminderit që ishit me neve sot në studion e emisionit Ramazanit. Faleminderit dhe juve. Falenderojmë edhe shikuesit e ekranit e televizionit të UTA, falenderojmë edhe Cungën Kodës së të rënur për këtë çfarë shihni në ekran. Ju falenderojmë edhe një herë, natën e mirë dhe agjerim të pranuar.